Burri narcist, pasojat me pas një burr narcist, humbja vetvetes. Ti fillon me dyshu në ndjenjat, mendimet edhe kujtesën tënde, sepse ai vazhdimisht manipulon edhe të bën mu ndje sikur problemi je ti. Frika konstante, je gjithmonë në pritje se diçka e keqe ka me ndodh. Nuk guxon me i shpreh ndjenjat apo me kundërshtu, sepse ai të nënçmon ose të shpërfill, ose të ndëshkon me heshtje, ironi apo tërheqje emocionale. Izolimi social, ai ngadalë të ndon nga familja, shoqëria apo kushdo që ty të mbështet. Fillon me ta kriju ndjesinë sikur vetëm ai të don. Ndikon që me të ul vlerësimi për veten. Janë fjalë të përsëritura që thot nuk je mjaftueshëm e mirë. Askush s'ka me dashur përveç meje. Edhe kështu ta shkatron ngadalë besimin e vete. Lodhesh emocionalisht. Fillon mos me u ndje rahat me trupin tënd, me ndjenjat e tua, sepse je vazhdimisht në ankth, në stres. Edhe ke simptoma fizike pa shkak mjekësor. Krijohet vazhdimisht ndjenja e fajit, sikur gjithçka e keqe që ndodh është faji yt. Edhe ai kurrë nuk merr përgjegjësi. Edhe kjo të bën me u ndje përgjegjës se ty për gjithçka, edhe për sjelljet e tij abuzuese. Nëse je tu përjetu diçka të tillë, ta dish që nuk je me çrregullim psiqik, por vetëm të duhet ndihma profesionale.